asnjëherë prej asnjërit prej tyre nuk mu tha asnjë emër për president. Presidenti është emri i përveçshëm. Pra, si të ecim përpara nëse askush nuk thot asnjë emër. Piknisja ishte presidentin konsensual. Dikush i cili do të arrinte që të siguroj quorumin e madje edhe më shumë se aq. Natyrisht, familja Jashari, natyrisht Murat Jashari. Por nuk arritëm tek ajo pikë. Unë jam i bindur që nga familja Jashari do ta kishim presidentin i cili zgjedhet në raundin e parë me numër 3 shifror të votave për herë të parë në historinë institucionale parlamentare të Kosovës. Mirë po, nuk arritëm aty. Kur nuk u e bë e mundur që të kemi një figurë konsenzuale, atëherë mua mu tha nga kryetari i PDK-s, atë që ka deklaruar publikisht, se ata kërkojnë që 2 kandidatët për president të jenë të propozuar nga PDK-ja dhe njëkohësisht të bëj marrëveshje politike ku garantoj që ato do të votohen në mënyrë që njëri prej tyre të zgjidhet. Unë ja kam shpjeguar me shumë dashamirësi kryetarit Bedri Hamza se një gjë e tillë është e pamundur për mua si një kryeministër demokrat dhe si kryetari i lëvizjes së vendosjes e cila ka statut të saj, në të cilën nuk lejohen blanko marrëveshje. Nuk mund të bëj marrëveshje pa u ditur emri. Dhe e falenderoj kryetarin Hamza që ka pasur mirëkuptim për këtë reagim timin.